Ke kaluar kancer përpara 11 vjetëve? Po. U friksove? Jo, nuk pata frikasnjë, sepse e dija që do ta fitoja. Ti mendon që ke qenë martuar me gruan tënde edhe në jetët e Edhe në mëparshme? jetë kaluar, edhe lidhjet e tjera. Sepse njeriu kur vjen në tokë, jo në gjitha jetë është mashkull, është edhe femër. Edhe fatkeqësisht ato plumet, një plumë morau. Mali të morit nga shumë njerëz në tokë, klasifikohet një nga pikat në tokë me energji shumë të lartë. Mirë se vini miq në Real People, takohemi në episodin e radhës së bashku. Unë dua që t'ju ftoj që të bëni subscribe të kanali YouTube-it edhe t'jepni like videos, po mbasi të keni dëgjuar intervistën. Intervistën që do ta kem sot me Angel Qato, një personazh që ka kaluar shumë në jetën e tij. Dhe në këto sfidat e përditshme do t'i japim gjithë mesazhet e nevojshme. Ndoshta dikush nga ju gjen veten. Mos harroni të më sugjeroni personazhe në rrjetet e mia sociale Flori Gjini, sepse ashtu do të kem edhe unë mundësi që të kem gjithë gazetarët kudo në për Shqipëri, po edhe në për botë. Pse jo, se Real People ka shkuar ndonjëherë edhe jashtë Shqipërisë. Angel, mirë se vjen. Mirë se vjen. Tani, ty si personazh mua më sugjeruan rrjetet sociale. Dhe ata të cilët janë ndjekës të programit tim më thanë që duhet të takosh Angelin. Specifikisht sepse ti kishe shumë informacione, sidomos kur vjen puna tek mali i Tomorit, po ne bashkë nuk do ndalemi vetëm aty. Tani unë dua të kuptoj në çik ti ç'lidhje ke me këtë zonën e ekspozitës? Këtu? Po. Ke jetuar, ke lindur në Tiranë? Jo, unë nuk kam lindur në Tiranë, por në Tiranë vij shpesh, vij nga viti, vij nga Berati. E bën Berati Se shtëpinë kam në Labaroni Berat. Aty banoj që nga vitin 1978 që ku fillova punë si agronom. Do me thënë puna jo... Studimet e larta i kam marruar në Kamës, në institutin e Kamzës, në kohën e Nerozhës, komunizmit. Në çfarë viti lindet ti? Unë kam lindur në 3 janar 1954 në Vlorë. Që do thotë ti je 72 vjeç. 72 vjeç për 73. Nuk dukesh në fakt, që dukesh kështu energjik? Po të shikosh foto të kaluara mund të më gjesh edhe mbi 80 vjeç, para 12 vitesh. Si mbi 80 vjeç? Po sepse kam kaluar një periudhë shumë të vështirë, një sëmundje kancerzore edhe metastaza në shkej. Ke kaluar kancer përpara 11 vjetëve? Po. Të cilën më vazhdoi rreth 11 vite. Edhe në sajtë dire të mia të Zotit lartë sigurisht. Ajo sëmundje kaloi në 8 janar të 2012. Ti linde në Berat. Kam lindur në Vlorë. Po ç'në në Vlorë, nga Vlora në Berat? Në lagjen Muradia e Vlorë. Në Muradia të Vlorës? Po, sepse papa im ishte 2 vjet partizan, ka qenë fillimisht partizan në batalionin Margarita Tutulani, më vonë në brigadën 90. Edhe ka patur rolin gjatë luftës nacionale shqiptare, ka qenë mitralier. Mitralieri është ai që kishte mitralozën? Po, kishte mitralozën e rëndë. Edhe pas luftës pastaj u vesh automatikisht e veshën oficer. Edhe kur ka lindur në Vlorë, ai ka qenë shefi financave. Për, si e thoshin, regimenti i Jugut, nuk e di se si. Nga Vlora deri në kohën e Spola, ai ka qenë shefi financave. Babai ka qenë ushtarak. Komunist? Jo. Jo komunist. Jo, nuk i plotësonte kushtet për të qenë komunist. Por nga mamaja ime e kishte Abbas Zemenjin e kishte djalë daje. Abbas Zemenji që është filluesi... Po, ishte komisari i Ballit. Komisari i Ballit, po. Komisari nga Ermënia i Ballit, po, e Gramshit. I Gramshit. Aty jam nipun. Ti e nip në Ermënjë të Gramshit. Në fshatin e ballistave. Në fshatin e ballistave. Ti linde në Vlorë. Me origjinë je nga? Nga Nova e Skaparit, po nga qatat e Roshnikut. Dega e Roshnikut, qatat e Roshnikut, Roshniku i vogël. Në Roshnikun e vogël, po. Kur e vizitove për herë të parë Roshnikun? Për të parë Roshnikun e vogël unë kam shkuar ku baba im
e hoqën nga ushtria edhe e çon kryetar kooperative në Roshnik. Ishte hera e parë. Sa orë duhen atë kohë për të shkuar deri në Roshnik nga Vlora? Nga Vlora unë nuk e maj mend. Kur kemi vatë maj mend vetë ato ditët e para që kemi vatur atje, në fundi viteve 57, që unë isha gati 4 vjeç. 4 vjeç. Po, gati 4 vjeç. Nuk kam mbushur gati 4 vjeç. Duhej shumë orë besoj për të shkuar. Po, nga Berati deri në Roshnik në atë kohë duheshin 3 orë në këmbë. 3 orë në këmbë? Po. Po ju se keni bërë në këmbë, apo në këmbë e keni bërë? Në atë kohë në këmbë se s'kishte rrugë makina. Ti 4 vjeç? 4 vjeç? Po, ku ke ecur 3 orë? Do nxinin në një pelë ose në një kalë, dhe ipin në kalë. Edhe i shkonin me kalë Po, deri në aty. kalë. Sot lëviz me makinë. Sot dhe në makinë. Si është udhëtimi nga kali tek makina? Po, atë rrugë për e parë e ka bërë me traktor me thikë nga Duhana si. Deri në Roshnik, baba im që ka qenë kryetar kooperative. Edhe më vonë rruga që është shtuar me asfalt e ka shtuar populli im që ka qenë kryetar komunale në kohën e Sali Berishës. Edhe ai e mori fondin. Sali Berisha që e Sali Berisha ja dha fondin që u shtua rruga me asfalt për në Roshnik. Sa ka sot? Sa banor ka sot në Roshnik? Roshniku është një zonë jashtëzakonisht. Sa kanë mbetur flas? Edhe Kanë mbetur shumë? rreth gjysmë ose pak më shumë nga gjysmë kanë ikur. Kështu që mbeta në Roshnik deri në 69-ën, nga 57 deri në 69-ën. 69 pastaj shkolla në shkollën e mesme bujësore Fier, për agronomi. Shkolla e mesme në Fier që ka qenë në ishën e Ben Çirimi, një shkollë jashtëzakonisht e fortë, me pedagog të shkëlqyer. Aty u hodhën bazat e mia të para të drejtë agronomisë. Si e kuptove ti që doje agronominë, apo në atë kohë nuk është se ishte e vetmi alternativë shkollimit, ose le të themi e sigurta e shkollimit? Nuk ishte se... Edhe e punësimit, patjetër. Ishte diçka që ndodhi në çast, sepse mua bursi më doli gjysmë bursi për veterinë e shkollës. Edhe në moment babai po më përcillte në Berat, e do niseshin për shkollën. Edhe gjetëm një bilet. Atë do prisje bileta për në Rogozhin. Në Rogozhin pastaj hipim trenin dhe vinim deri në Vora, deri në Tiranë ku vinim, pastaj nga Tirana në Shkodër. Edhe kishim gjetur vetëm një bilet. Në këtë kohë po kërkonim një bilet tjetër për në Rogozhin, që unë do nisesha në Shkodër. Bilet treni? Bilet autobusit. Se ka që vështirë ishte gjithë. Po, ishte shumë më vështirë për televizor. Edhe nuk po gjendur bilet. Në këtë kohë del me sa më menton o shefi seksionit arsimit apo kryetari i komitetit ekzekutiv në atë kohë dhe i thot, o Sulo i thot, se Sulo Sulejman e qoni baban, o Sulo thot, çfarë po bën? Po përcjell djalin dhe për në shkollë në shkollë. Po e tha është një bursë për agronomi në Fier, tha dhe është bursë e plot. Ka qef djalin dhe që të shkojë në Fier tha? Po ja ta pyes thaj, unë i dëgjova. Mu bë qefi nuk e kundërshtova, doja edhe për agronomi. Nuk e kisha shumë qef për veterinar, edhe me qenë se ishte edhe akoma më mirë se ishte bursë plot. Nëse në Shkodër babai do paguante 940 lek në muaj, aq ishte gjysmë bursi. Gjysmë bursi do të paguaje 940 lek në muaj, që të plotësoj bursën e plot. Kështu që gjetëm një bilet tjetër për në Lushje edhe vatën Fier. Dosja ime ishte në veterinarinë e Shkodrës, shkollën veterinare të Shkodrës, edhe imi ishte thirrur një muaj atje. Po mirë, gjithsesi nuk pas ke qenë i papërkëdhelur fare nga sistemi, se shkollën ta pas kanë dhënë. Po, kjo është shumë e fortë. Flas si ballist, si familje ballistash. Kjo është shumë e fortë në sajt të babait tim, edhe një djali të xhaxhait tij, të dy këta ishin partizan. Babai im si thash në brigadën e 10, nëse ai Fadil Qato ishte partizan me brigadën e parë me Meçeut. Edhe ishte plagosur ai. Të dy nuk ishin komunista, por kishin qenë partizan. Dhe kjo i mbajti, si me thënë, i mbrojtje. Kjo një ashtu, edhe tjetra kush ishte që... Të ftuan ndonjëherë ti ishe spion? Pyetje shumë e bukur kjo. Ka patur tentativa nga ai sistem, po unë kam qenë shumë i prerë në këtë. Edhe e kam dashur shumë profesionin, jam marrë me profesionin. Edhe në një herë ku vinte
Rami Zalia që do vinë në Berat, unë punoja agronom në kooperativën e tipit të Labardha, se aty fillova punë që në vitin 1978, sa po mërova studimet e larta, edhe më thotë ish kryetari i këshillit atëherë, më thotë më bëj kujdesat se në Labardha kishte të përndjekur. Shko se ke filani aty të pallati kur rriti tha, shiko sot se vjen shoku Ramisa në Berat, Rami Zalia, edhe mos zali nga shtëpia, shiko tha ti kesh tani në ushtrim. I them on jo. E ke gabim adresën ata shumë. Nuk më jetë një qata në këta punë tash. Unë me zi pa bëj punët e mia edhe jo të ruaj unë, nuk është detyrë ime tash. Të merrem edhe të ruaj njerëz tash, këta që i kemi ju si të përndjekur tash, se ku shkojnë ata, e ku vjen ata. Prandaj tash mos ma përmend me një jetë të tillë. Po spionin do ta bëje dot? Kur? Spionin edhe tradhtarin unë kur nuk i bëj ndaj kombit. Kur në kurës, dhe sa të kemë frymën e fundit. Ftesën ta bën, ti nuk pranove, vazhdove jetën tënde. Kur u martova, Angel? Unë jam martuar në 13 korrik 1980. Pra kur kishe filluar punën, kur ishe zhvendosur në Berat. Po, në Berat edhe isha punoja agronom në kooperativën e Labardhas në sektorin e qereshnikut. Qereshnik Balibar. Agronom sektori. Edhe gruan e mora me dashuri nga Duanasi, nga fisi Shukaj. Nga Duhanasi? Po, nga Duhanasi. Se kështu quhe fshati? Po, Duanasi. Po të ç'ndeshe e more nga Duhanasi ti? Duanasi është një fshat shumë afër Beratit, është 30 minuta në kem, larg aq një rreth një. Po pse vajzë fshati? Po, fshati shiko, shumë thonë që unë e zgjodha gronë kështu e bëra kështu, çdo gjë pa mendimin tim është komanduar nga universi. Nuk ka asnjë ngjarje në jetën e njeriu që tjetër rastësi. Ti mendon që universi ta solli grua? Patjetër. Patjetër, sepse unë besoj në jetë e kaluar, e në ato që bëra, çdo gjë në jetën tonë nuk ndodh rastësisht. Janë jetë e kaluara, janë karmat që na lidhin me jetë e kaluara që ne na ndodhin lloj-lloj gjëra në jetë. Po pse me të? Pse mendon ti të lidhi jeta me të? Po me të me lidhi jeta, sepse me të një jetë kaluara kam patur shumë jetë të përbashkët. Vërtet? Ti mendon që ke qenë martuar me gruan tënde edhe në jetët e mëparshme? Edhe në jetë kaluara, edhe lidhjet e tjera. Sepse njeriu kur vjen në tokë, jo në gjitha jetë është mashkull, është edhe femër. Edhe mundësia është 50 me 50. Ti mendon që mund të kesh qenë femër në jetën e mëparshme? Po, kam qenë. Ke qenë? Po në jetë shumë kam qenë me gruan që kam sot, ajo ka qenë burim. Edhe në atë jetë, ku kemi dëshiruar jetë tona të kaluara, kemi dëshiruar, dy prindërit tanë janë konfliktuar në atë jetë, edhe baba i saj në atë jetë që ishte burim, baba i saj vrau baban tim. Pra, baba i saj vrau baban tënd dhe ju të dy pra përfunduat me njëri tjetrin. Po, edhe ne nuk u ndan plot. Nuk u ndat asnjëherë? Si është më mirë nëse ke bërë analizën, ti je burr apo ti je grua me gruan dhe burrin tënd? Jeta është shumë e bukur, edhe si femër edhe si mashkull. Unë them se ti je femër, është njeriu, jeta e njeriu është më e komplikuar, po edhe më sofistikuar. Sepse femra ka role më të rëndësishme se sa mashkulli në tokë. Dëshirat fetishizma, këto eksperimentet seksuale që ka qef njeriu, çfarë janë këto në vetvete? Të kryej marrëdhënie me 3 persona, me 4 persona, të bëj orgji. Çfarë mendon ti se? Jo, unë mendoj kështu. Ka patur në atë kohën e komunizmit orgji? Nuk kam të dhëna. Nuk e dëgjuar asnjëherë? Nuk kam dëgjuar. Të bëheshin për shembull 2 çifte bashkë? Që ka patur kështu marrëdhënie kështu të tjera jashtë martësore ka patur. Ashtu ka patur. Unë për vendin time nuk kam patur. S'ke patur asnjëherë? Jo. Absolutisht. Sa i sinqert janë nga 1/10? 1.000.000%. 1.000.000%? Po vetë të kanë ngacmuar për shumë femra? Po, ara se ka patur plot. Ka patur? Po, sigurisht, është normale. Si ja bën ti? Mirë, këtu kjo është shumë e rëndësishme kjo pyetje. Si ja bën ti rezistosh një flirti? Si ja ke bërë ti në rinin tënde se sot njerëzit e kanë shumë të vështirë të rezistojnë një flirtimi. Ti si ja ke bërë kur ka ardhur dikush dhe të ka ngacmuar? Unë
unë kam qenë gjithmonë ka pa besim plot edhe kam akoma që në këto punë kush devijon nga lidhja martesore quhet tradhti. Edhe në të menduar? Në të menduar jo. Qose e Pra kryen ti jesh me fizikisht. gruan tënde edhe të mendosh një femër tjetër. Mendja breth, mendja nuk e shebe, po Mendja si ja toleronti? po jo, po mendja jo. Mendja breth, po mendja ka fre. Si ka mundësi që ti nuk ke tabu për të folur për këto tema me mua? Pse du t'jen tabu? Nuk ka arsye. Nga që njerëzit e kanë problem ndonjëherë të flasin për këto tema. Po janë gjëra normale, është vetë jeta. Jeta nuk është vetëm punë. Jeta është edhe riprodhim. Jeta është edhe dashuri. Jeta është edhe akt seksual. Jeta është gjithçka. Ku ka qenë vendi më i çmendur që ke bërë seks? Këtu është diçka që nuk mund t'i përgjigjem, se ka kufi. Okej. Po e kalojmë limitet. Ti je i poshtër, e ke ti përgjigjen, po s'do të ma japësh. Jo të gjitha gjëra tregohen. Jo të gjitha tregohen? Ja, Pse? ka sekrete. I ke mbajtur sekrete gruas? Ja, Asnjëherë? asnjëherë. Ajo mendon që të ka mbajtur sekrete? Ndoshta unë them jo. Ti mendon jo? Unë Po mendoj. dyshime ke patur ndonjëherë? Ja. Pse? Asnjëherë edhe në marrëdhënien time me gruan, unë kur nuk e kam ndjekur, nga pas se shumë meshkuj të tjerë që ndiqin gratë. Gruaja ime ka qenë mësuese, ka ndërruar kush e di sa shkolla. Unë kur ndonjëherë nuk e kam shkuar. Ku punonte, ku e kishe klasën, edhe si bënde mohabet me shoqet ose shokët. Asnjëherë unë nuk e kam ndjekur nga mbrapa. Si ka qenë 97-a në Berat? 97-a në fakt ka qenë një vit goxha i mbrapsht, po edhe Berati ka qenë shumë i trazuar. Berati dhe Vlora ka qenë trazire madhe. Në 97-a, ra pushteti plotësisht, edhe e morën në dorë bandat. Unë në atë kohë punoja që nga 95-a kishë lidhë marrëveshje si agronom që isha unë, edhe punonim me dy firma italiane. Edhe provonim prodhime bujësore, perime, edhe i çonim në Itali. Kishim aty në Berat rreth 10 hektar sedha dhe 20 hektar tokë, po edhe në Lushe kishte rreth 100 hektar tokë që mbjellin bishtaja, kunguj, domate. Pra vetëm me pjesën e bujqësisë. Vetëm me pjesën e bujqësisë. Edhe atëherë ishte... Të kanë ndaluar ndonjëherë bandat? Atëherë u bë shumë e vështirë. Jo, mua nuk më kanë ndaluar bandat, por në përplasje me ato donin të vrisin një ortakun tim edhe na goditën në makinë edhe fatkeqësisht ato plumet, një plumë marron. Të kapi ty plumë? Po. Ku? Oh, këtu të ka goditur? Po, yri këtu plumi, Po. edhe ka dalë këtu. Dhe të ka dalë këti nga pas. Më vonë kam bërë edhe operacione se kisha copa. Plumi që kam zgjedhë, e kam të gati të paralizuar të pra. Të paralizuar, duket edhe sikur të ka dalë pak kocka. Po. Po, Ka qenë fort ka qenë Po, goditja? fillon të dyja kockat. Po, fillon dy kockat edhe ku më çonë më lanë në rrugat e të plagosur, i gjaku rodhi gjithë, ku nga vajtën në spital në 97-ën, kisha rrje dhe gjaku, dhe brenda, ku më thutën në salën e operacionit, nuk ishte gjak, se spitali isha hanë pa porta. Në momentin që më shikon një nga ta mjekët atje, o tha Engjëlli, tha, ne tha s'kemi gjak, ka gjio, unë pas e më vonë, unë nuk di se qa be. Ti humbet një jetë përfundim. Unë kisha bërë vdekje klinike. Kush të ndihmoi pastaj me Pastaj gjak? stafi atje, i mjekëve, më ripun prapë një jetë. Me elektroshok. Me elektroshok? Edhe me serum. Po gjakun? Po, në serumi atë munde që u rrit pak presion e gjakut, edhe ai gjak që kishte ngellë, edhe prapë një jetë. Po pse doni ta vrisin vërtet? Po doni ta vrisin sepse ky ortaku im kishte bërë një marrëveshje me ata, që na ço perimet në dorë, se ishte vështirë që të çojë perimet në dorë, ma unat.
Edhe i kisha thënë unë dua kaq lek, ky kishte thënë mirë, i kisha bërë marrëveshjen pa dinin time, edhe erdhi momenti ata donin lekët. Ne lekët nuk kishim marrë nga Italia, që të jepim atyre, edhe u kryo konflikt. Kështu që këtë konflikt më mbrapa mbasi dola unë nga spitali, 5 ditë mbasi dola, e mbylla unë këtë konflikt. Si e mbyllë? Shkove dhe Po, folë me ta? bëra një marrëveshje me te me shumë pak lekë. Që ja dha ai personi që kishte dhënë llafin edhe unë mbyll konflikt. Po pse në atë kohë, kaq lehtë mund të të merre jeta? Shumë kollaj, sikur ishe në një pul. Në një pul rrugë ose qenë rrugë. Po si ka mundsi? Po, në makinën tonë janë edhe gjojtën rreth 57 pluma. U godit makina me 57 pluma. Dhe ty të ka kapur vetëm një plumë? Vetëm njëri. Po, ama ishe i vështirë sepse ishte plumë rikoshet. Mendon ti që ajo ka qenë koha më e vështirë e Shqipërisë? Po, koha më vështirë sigurisht. Dhe do vëra shumë njerëz. Jam vëra shumë njerëz. Ti ke humbur ndonjë person gjatë asaj kohe? Unë jo. Për fatin e mirë. Për fatin e mirë jo. Po miqtë e tu, njerëzit e tu të afërt? Kishte plot, po unë nga të afërt e mi jo. Nuk kam humbur. Po sa fëmijë ke patur? 2 vajza dhe një djalë. I paqme, ja. Djali është i madh. Djali është i madh. Dhe vajzat? Vajzat janë të dyja këtu në Tiranë, punojnë ato, kanë hapur 2 restorante dhe punojnë. Po djali? Djali punon edhe i punon këtu në Tiranë, punon bashkë me vëllain. Edhe ai në Tiranë? Edhe ai në Tiranë. Bashkë me vëllain? Po, me vëllain tim të vogël. Okej, me vëllain tënd. Ti vet doli në pension në cilin vit? Unë kam dalë në pension para rreth 7 vitesh, si agronom, por gjatë periudhës pas 92-shën, unë në 92-shën isha punoja agronom në drejtorinë e bujqësisë në Berat, ika në maj të 92-shën. E kam dorëzuar. Në momentin që kërkon e gjithë punë unë ika, nuk s'më pëlqeu me që të punoja me. Pse nuk pëlqen? Që të punoja në varësinë e shtetit, ose të tjerët. Edhe dola agronom privat. Dhe fillove që më mirë t'ishe privat? Po, isha i lirë, isha kërkoja lirin time. Të jep dhimbje dora, të pengoj dora, që nuk e lëvizje dorë që t'u paralizua? Dora, sigurisht më ka penguar, sepse shumë punë nuk i bëj dot me to. Duke filluar qëte krasitja e rushit ose e peme, nuk i bëj dot me. Se është qerek dora ishë, ja. Pra ti nuk e forcon dot këtë, ma kapësh mua dorën? Ja, kaq. Shumë jo. Po me dorën e majtë si e ke patur raportin? Dorën e majtë, mirë. E kam normal. Jo e ka fjallën ke shkruar, ke shkruar me të majtë? Jo, shkruaj edhe me të djatë. Edhe me të djatë të shkruaj. Po me që jemi këtu, nga e mban anën e krevatit, majtas apo djatas? Se ka rëndësi kjo pyetje? Po. Kur e shikon krevatin para djatas. Cili është fusha që përveç agronomistët ka pëlqyer? Që ke lexuar gjithmonë, Po, ke gjithë hulumtuar? jetën që kur jam student, unë ka patur pasion në bimë mjekësore. Bimët mjekësore? Po, Cila është bima mjekësore jote e preferuar? Po, nuk kam një Ose një që vërtet ka janë disa hapësira kurimi? disa. Janë disa bimë që mund t'i them, që shohin shumë lloje sëmundjesh, veç e veç, po edhe të bashkuara. Në receta të bashkuara. Si për shembull, bima më e mirë dhe më e fuqishme është sherebela. Sherebela është Po. shumë e mirë. Po, sherebela, E pi shpesh çajin e që në sherebelës? gjuhën e tjetër i thonë salbi. 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 Salbi në Shqipën e vjetër. Në Shqipën e vjetër i thonë salbi. Oh? Edhe mendoj që edhe latinishtja e ka marrë nga gjuha shqipe. Se në latinisht e thonë salvia. Salvia officinalis. Pa sherebela. Mbas sherebelës pastaj ka disa bimë të tjera. Të shkjera, si për shembull vjen lule balsami. Po. Lule basani, po. Hypericum perforatum. Është lule balsami, është ai lule e verdhë. Edhe ajo bën pjesë shon deri edhe depresion, thon çaj, për njerëzit që kanë depresion ose ankth,
po edhe bën pjesë në disa sëmundje të tjera, për stomaku e tjera, po edhe në bashkëpunim me bimë tjera mund të shohë disa lloje kanceri. Nga i mësove ti gjithë këto? Kush të mësove? Është gjithë jeta ime. Pa aq sa kam punuar për agronomi, pa aq jam marrë edhe me bimë mjekësore. 11 vite më përpara ti zbulove kancerin, tha. Apo tu desh që ta kuroje për 11 vjet? Më desh që të merresha me të për 11 vjet, po se dhimbjen e parë nga ajo sëmundje e ndjeva në kthesën e fundit të zorrës trash, ishte kancer në zorrën e trash, po në fillimisht nuk e dija. Po më vonë duke çfarë t'jepte? Jepte dhimbje edhe çpime ndonjëherë. Kur avancoi vite më vonë pastaj ishte një lloj se sikur të fusë njëri thikën në zorë. Edhe ta jepte krizën, ta jepte pa pandeo. E ngatroje me ndonjë gjë tjetër? Jo, nuk e ngatroje më vonë unë, sepse në atë kohë një miku im në Berat, mund t'ja them edhe emrin, ai e Dveleshje, ai kisha marrë në atë kohë punonte mjek, po kisha bledhe një eko me ngjyra në Gjermani. Edhe vajta, unë pata bashkëpunor me atë se kishim shohur edhe njerëz bashkë neve. Ai nga ana mjekësore dhe unë nga ana e bime mjekësore, kishim bërë disa shërime mrekulli. Që edhe shkoj tek ai, më shikon në eko, edhe ai e pa për parë. Kancerin në zorë. Mbas disa vite pasaj, ajo sëmundje që zgjati shërimit saj, më kapi edhe mushkërinë, më bëri metastaza mushkërinë. Gjë e cila më vështirësoi akoma më shumë punën për ta fituar atë betejë me kancerin. U freksove? Jo, nuk pata frikë asnjëherë, sepse e dija që do ta fitoja. Edhe vetëm studioja, sidomos kur doli interneti, më dha mundësinë pasaj që të studioja të gjeja shumë eksperjenca botërore në luftimin e kancerit. Edhe eksperiencën më të mirë nga ajo e ka marrë nga Breus, Rudolf Breus. Po edhe Maria Treben, të dy austriak, këta njerëz i kanë bërë një mirësi shumë madhe njerëzimit, kanë shuar mirë dhe mirë njerëz me lloj kanceri edhe lloj sëmundje të pashëveshme. Rudolf Breus. Se nuk besove ti te mjeku, po besove tek mjekësia popullore? Sepse përderisa mjekësia ka thoshtë çdo vizit, çdo njeri që shkonte. Që shkonte te mjeku, edhe fjala e parë ishte ke kancer, është sëmundje pashëveshme. Kështu ishte atëherë, sot unë nuk e di se çfarë emri i vënë mjekët, se si i trajtojnë njerëzit, pacientët. E kam qef të nga në djathë. E ke qef nga në djathë, nga anën e krevatit? Po, Nuk i more ilaçet? Mos mora unë trajtim asnjëherë. Kam bërë vetëm ekzaminime, po trajtim jo. Po pse refuzove trajtimet? Nuk kisha besim. Nuk kisha besim një, edhe dyta, edhe tek trajtimi i këtyre llojeve sëmundjeve të ato lloj trajtime kanë efekt anësore. Ndonjëherë kanë efekt anësor shumë. Po e diti që kanë vdekur njerëz nga mjekimet popullore, vetëm sepse kanë besuar që mjekimet popullore do shërojnë kancerin? Po siç kanë vdekur edhe nga mjekësia. Pse nga mjekësia s'kan vdekur? Sa të duash. Po edhe jo për raste ku mund të ketë patur shpresë. Po ajo ishte një përgjegjësi që unë mora për veten time. Nuk mora përgjegjësi për të tjerë. Çfarë thanë mjekët? Kur e thej që po ndiqe këtë kurrë? Jo, nuk e thash llogari askujt. Çfarë kishe pjesë të rutinës tënde? Ura? Pjesë të rutinës, çfarë kishe? Si të rutinës? Çfarë bëje ti gjatë ditës? Punoja çdo ditë. Unë 10 vjet e fundit që kisha kancer, punova agronom privat 90 vjet. Punova si një ditë. Nuk e dash punën, edhe pse ato fuqit po më shteronin, unë nuk e dash punën asnjë ditë. Edhe kisha përgjegjësi të madhe se do përdonin fitana për njerëzit, për fermerët e divjaks.
Po ti, a më thej që bëje mjekime popullore? Po bëje mjekime popullore. Çfarë mjekimesh ndiqe? Aty, gjatë asaj kohe, mjekimet unë i bëja dhe ishin në formë çajra, edhe dietë. Çajrat i merra me vete, i pija edhe mëngjese më dafë shtëpi, edhe i merra edhe me vete. Ishin 7 bimë mjekësore, të ndara në 2 grupe. Njëra ishte çaj pa mërqina zezë, për të mbrojtur mërqina zezë, dhe ato 4 të tjerët ishin çaj për të mbrojtur veshkat. Qose në trajtimin e këtyre sëmundjeve të vështira, ne marrim asaj dhe mbrojmë më së miri punën e mërqisë, mërqina zezë, edhe veshkat suksesi vjen vetë. Vetëm me kaq, vetëm me këtë çajin e ke shëruar ti kancer? Po, edhe duke pirë edhe në një bimë tjetër. Ti nuk bëre kimioterapi? Jo, kimioterapia s'kam bërë, s'bërë në trajtim. Ditën që doli kanceri nga zora, ka dalë rreth 2.5 kg në legem. Pa e ruante formën, e kishte formën e plot kanceri. Ti ke patur një kancer 2.5 kg? Po, në zorën e trash. I cili doli njërësh edhe 3 katit të tjera, dilin akoma të cokat të tjera. Dhe këto të dolin nga operacioni? Jo, këto dolin nga zorë e trash. U shkëputën? Po, u shkëput, i shkëput i kura bimore. Vetëm nga çajrat? Edhe dieta, sepse për 60 ditë unë nuk ha nga ushqim. Piva vetëm lëngje pellimesh. Asnjë lloj ushqimi tjetër. Asgjë tjetër? Asnjë gjë tjetër. Vetëm lëngje pellimesh. Nga mëngjesi deri në darkë vetëm lëngje pellimesh? Nga mëngjesi deri në darkë, nga hena në të hen për 60 ditë fiks. S'të besoj. Puna jote, besoj unë. Unë nuk i tregova se që kisha kancer. Unë i thash kam dhimbje stomaku. Edhe i pinja me pretekstin që të kolojë stomakun. Kur doli kanceri në legen, atëherë e thira. Gruaja thash hajde tu. Atë shikoj se çka ka dalë në legen. Kjo është e sëmundje që unë kam kaq vjet që përballem. Po ti e nxorre këtë me jashtëqitje? Po me jashtëqitje. Po mirë këtë të zorës e shërove kështu, po të mushkris? E mushkria pasaj, ajo filloi gradualisht ju desh kohë më gjatë, po gradualisht mushkria ju deshën disa muaj, ku të shura plotësisht. Hoqja pasaj më vonë, hoqja mishin. Cilin mish? Mishin dhe bukën. E i hoqe fare? Po, i hoqja fare. Pra ti sot je bërë vegetarian? Sot unë jam vegetarian, nuk ka mish. Që në atë kohë, unë nuk konsumoj me mish. Edhe bukë kam edhe deri 7 vjetë, nuk kam me bukë. Tani 7 vjetë që nuk ka bukë fare? Po, tani mund të rri një muaj që sa, mund të hanë me këtë bukë. Me këtë bukë të zezë, integrale, po bukë të barë dhe jo njerë. Bukë të barë nuk ka kur. Pse mendojnë që bukat e ka shkaktuar? Dhe mishi kuq? Jo, gruri, edhe gjitha në produktet e grurit, edhe disa ushqimet e tjera, jo se ta shkaktojnë ata, sëmundja, po të pengojnë shërimin. Sa buke pas ngrënë më përpara ti? E haje shumë bukën? Si gjithë njerëzit e tjerë. Normal? Normal. Ke pas pirë dhe raki? Po, raki. Pije shumë raki? Po jo për ditë. Kur kisha shokën ditë. Po njëherë në 2 ditë? Jo, edhe njërë muaj. A, njëherë në muaj? Edhe njërë muaj. Kur vinë një miqë shok në shtëpi? Pse ke qenë njëri tavolinash? E kam, po zakonisht gjithë skapalinët e kanë shumë qef tavolinën. E kanë qef? E njohin mirë. Tavolina është institucion. Në tavolinë nuk pirë vetëm raki, edhe hahet mish. Po çfarë bëhet? Bëhet shumë mirë edhe shkolla e lartë. Edhe super shkollat. Në tavolinë bëhet. Shi, kështu beson? Po. Më thuaj dillin më të mirë që ke mbyllur ti në tavolinë. Marrveshjen më të mirë tënden që ke mbyllur në tavolinë. Në tavolinë? Ja, për shembull, marrveshja që u bë me italianët, që bë marrveshje në vjeshtën e 2005.
Më falë, të 95. Të 95, Po, që u more me po në tavolinë u bë edhe në Itali, në Cesena, po në tavolinë u bë edhe kur në ata në Shqipëri. Te kjo, ajo kishe lyshje sa të lartë. Po, personin më të rëndësishëm që ke patur në tavolinë? Më kotohet në ishë, në një veçanë, për momentin. Çfarë mendon sot që një skraparli është duke u gjykuar? Siç është Ilir Meta. Ndoshta po gjykohet më shumë se sa duhet. Këtë beson? Po. E ke njohur vetë personalisht? Jo, nuk e kam njohur personalisht, por nga jati ti, kur unë në ato vite që kam qenë me kancer, më ka ndihmuar, më ka shtruar një 2 javë. Te Nën Tereza edhe më vinte ditë për ditë në spital. Më ka ndihmuar shumë jati i lirit. Nuk e harroj kurrë. Më vinte ditë për ditë në spital. Vërtet? Po. Të njëjtë personalisht? Po, më njëjtë personalisht nuk i ishim bërë nëpërmjet tezës time. Se në skapar, teza ime edhe Regjepi, jati i lirit, kanë qenë komshi der. Edhe shkoni shumë me një tjetër. Çfarë mendon ti kur një çift divorcohen? Si kanë qenë ata në jetën e mëparshme? Zakonisht çiftet që divorcohen kanë probleme karmike. Ose janë energji të kundërta. Njëri plus edhe tjetri është minus. Pra janë çifte toksike. Shi. Po. Edhe kur divorcohen vonë? Janë çifte toksike. Një pjesë durojnë edhe vazhdojnë, edhe qa ben helmon një tjetri, por zakonisht minusi helmon plusi. Minusi helmon plusi? Po, se njeri është plus e tjetri është minus. Kush është në marrëdhënien Iliri Monika plus minus? Nuk i di, si njoh, nuk i njoh të dy. Flas me çfarë mund të kuptosh ti? Ja, është diçka që unë nuk i njoh. S'mund të jap për një mendim për ta. Ja. Berisha me Liria. Nuk më kanë dhënë ndonjë kështu ndjesi që janë toksik njëri me tjetrin. Ka qenë çift harmonik. Çift harmonik? Ka ndjesim japin. Vërtet, a? Po. Sepse Berisha në marrëdhënie familjare është shumë i rregullt. Më the që ke një lidhje të veçantë me Beratin dhe me malin e Tomorit. Unë hodha një copës, një video, ku flitej që mali Tomorit kishte shumë energji dhe njerëzit filluan që të komentonin shumë. Ti e beson këtë? Po, shumë e vërtet. Mali Tomorit nga shumë njerëz në tokë, klasifikohet një nga pikat në tokë me energji shumë të lartë. Pra mua është energjia numër 1 në tokë. Edhe aty kalon meridiani 0. Meridiani 0 që tonë kalon në Grënohiç është pra mua është një mashtrim. Është një gënjeshtër? Është një gënjeshtër e madhe. Po pse na kanë gënjur? Pra ai po ka shumë arsye. Si për shembull? Arsye ka jo vetëm te mali Tomorit, por për shumë gjëra të tjera në lidhje me komin shqiptar, me ADN shqiptare. Ka shumë sekrete bota, janë banë sekrete shqiptare dhe botës. Se cilët janë shqiptarë, nga vinë shqiptarë, cilët janë shqiptarë, edhe cila është historia e tyre, cilët ka qenë ata. Ka shumë sekrete. Sekretet më të mëdha janë në Vatikan. Janë në Vatikan, sekretet për popullin tonë. Po edhe ka edhe në vendet të tjera. Po mirë, ti mendon që është privilegj që je shqiptar? Është privilegj shumë i madh. Sepse shqiptarët nuk rridhin nga Eva dhe Adami. Kanë ardhur në tokë si jashtëtokësor. Kështu beson? Po, jo besoj, po kemi edhe fakte. Pra ti beson që je jashtëtokësor? Po, ADN shqiptare. Edhe unë jam jashtëtokësor? ADN duhet parë. Duhet hyrë në vizione. Si do ta dallosh? Po, duhet hyrë në vizion në komunikim me universin. Ashtu siç ne bisedojmë tani. Konscienca jote me konsciencën time, atë do të hymë të bisedojmë me subkonsciencën tënde, edhe timen. Gerti ka një dellë Italie.
Mendon që është human apo është alien? Duhet parë thash, do të hyrë te subkonscienca e tij. Edhe ai? Edhe te superkonscienca. Tani njeriu ka tre ekzistenca. Se kaluam tani nga malitomori, po do ta vazhdojmë me malitomori. Po. Edhe dy fjali do më thuash. Ka urdo? Edhe dy fjali them. Se? Po jo, më jo. Njeriu ka tre ekzistenca. Konscienca, pra ndërgjegja. Subkonscienca, në ndërgjegja, edhe superkonscienca ose mbi ndërgjegja. A janë tre ekzistenca. Mbi ndërgjegja për superkonscienca është gjithmonë ekzistencë në formë energjie. Ajo është që ne na lidh me universin me shumë dimensione tjera, po edhe me Zotin. Subkonscienca jemi ne, qenia jone e brendshme. Aty fshihen të gjitha sëmundjet e njeriut edhe të gjitha aftësitë e njeriut në subkonsciencë. Në sa konscienca është kjo që ne jemi duke përdorur tani, duke folur njëri me tjetrin. Dëshirimi i njeriut, subkonscienca ka rëndësi shumë të madhe. Aty janë të shtërëzuara të gjitha sëmundjet e njeriut, ose të gjitha tëmitat e njeriut e të gjithë qiejt e njeriut. Po mirë, pse mendon ti që bota apo natyra, s'po them. Pse mendon ti që natyra ja dha këtë fuqi kaq të jashtëzakonshme skraparlinjve dhe beratasve? Dhe nuk ja dha për shembull Veriut, nuk ja dha Shkodrës, nuk ja dha Korçës, nuk ja dha Sarandës. Këto perëndi atëherë kur zbritën në tokë, Po? ato kanë qenë perëndit Elohime. Perëndit Elohime janë perëndit para ilire, atë shtrëgjyshit e ilirëve. E kur kanë zbritur në tokë, ata origjina e tyre, ata kanë ardhur nga Siriusi. Nga sistemi diellor i Siriusit. Sistemi diellor i Siriusit ka dy diej. Edhe një planet të banueshëm. Siriusi C është toka e tyre. Nësa Siriusi A është dielli i tyre që është 22 herë më i madh nga dielli jonë dhe 22 herë më i ndriçshëm se sa dielli jonë. Quhet në gjuhën e vjetër popullore edhe dielli mbrapa diellit. I ke parë këto ti vetë? Unë këtë dielli mbrapa dielli kam bërë shumë, një kohë shumë, derisa në një perëndim të diellit e kanë kapur diellin mbrapa diellit. Dhe e kanë fotografuar. Edhe ka dalë dielli, derisi në formë kokërdardhe, sa i dielli mbrapa është më i vogël, edhe i ka dhënë formën e diellit, i ka dhënë formën e dardhës. Ai është dielli mbrapa diellit, pra është Siriusi. Siriusi A. Dhe e ke këtë foto? Po e kam këtë foto. Mbas shumë tentativash, shumë fotosh të perëndimit të diellit, e kam kapur. Çfarë do i thosh ti atyre që nuk të besojnë? Që nuk besojnë as tek shërimi yt pa ilaçe, që nuk besojnë as tek teoritë që ti u jep. Këtu le të jenë të lirë ata, nuk të them besojnë te unë ose tek ato bimet. Ata është e mira që njerëzit besojnë Zot. Një njeri që nuk beson Zot është njeri bosh. Sepse vetë njeriu është krijesë, është një krijesë që është një mikrozot. Pra Zoti i ka dhënë të gjitha llojet fuqive dhe ti mos besosh në Zot, ti nuk beson te vetja jote. Dhe si është, sa e bukur që është dhe gjithë kjo që ne bëjmë bashkë bisedë. Ti emrin e ke Ëngjël. Po. Imagjino. Ka lidhje me jetë e kaluara. Edhe në disa jetë kaluara unë kam patur emrin e Ëngjël. Po në gjuhë të ndryshme apo në shqip? Po edhe në gjuhë të ndryshme. Edhe në gjuhë të ndryshme? Në një jetë që morë në turqisht, Meleq. Meleq? Po, Meleq i thonë Ëngjël. Se isha kohë turqisë atëre. Po. Kështu që edhe emri nuk është asi. Po fëmijët çfarë thonë? Si për shembull? Në këto biseda që bën ti me ta? Besojnë deri diku, por këto janë shumë dhunti. Kështu që dhuntia nuk është se trashëgohet, nuk trashëgohet dhuntia. Ke dhunti me duar ti? Po. Çfarë shëron ti me duar? Dhimbje të ndryshme. Mirë, do ta mbajmë këtu bisedën bashkë. Ëngjël, faleminderit shumë që e bëm këtë bisedë. Edhe unë ju falenderoj tjerë.
Edhe Angeli është real people, është një personazh i vërtet në këtë jetën tonë, në këtë përditshmërinë tonë, në këto lëvizje që ne kemi. Dhe ashtu siç bëri në fakt një e afërme e Angelit e cila ma sugjeroi, mund të bëni edhe ju në rrjetet sociale Flori Gjini, ku mund të më jepni sugjerime për personazhet vërtet që mund të intervistoj. Lini komentin tuaj poshtë nëse besoni tek historia e Angelit dhe nëse keni një pyetje për të. Dhe mos harroni të jepni like edhe të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini për intervistën e radhës. Gjithmirë. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.